si ka qenë eksperienca ju në Ferma VIP? Përshëndetje, janë minutat e parë deri ta ambientona me botën jashtme për shumë kerre. Ka qenë një për eksperienca më të mira. Nëse duna më boralist, thash edhe pak më herët që unë penalizoj pak çështja e cigarës, se jam shumë i lidhur, mendoj që kam varësi të madhe ndaj cigarës. Kështu që e posh veten që gradualisht edhe më ka bu problem jashtëzakonisht i madh. Sa i përket firmës, firma do të mbetet një prej ëndrave më të bukura që kam kaluar, se kam kaluar eksperiencë për reality show-ve tjera. I uroj fat dhe sukses gjithë banorëve, fermerëve tjerë, të përfshi edhe gjithë stafin që keni qenë jashtëzakonisht mrekullueshëm. Faleminderit për gjithçka, do ju kujtoj me shumë dashni gjithmonë. Mbetet një pikë shumë e madhe e mirë në shpirtin tan firmën. Kush është fermeri jot i preferuar? Thëmë drejtën, unë e gëzoj në respekt të jashtëzakonshëm për shumicën, kështu që nuk kisha dashur me specifiku një prej tyre, se në përgjithësi kam dashur, po Anduelin e du më shumë, kështu po them se ka qenë një energji shumë pozitive dhe e kam pas përgjithësi. Përmendë se kush mendon se të ka penalizuar, po a mendon se edhe situata me Albën ka qenë një ndër penalizimet e tua? Jo, pa problemën, e di që gjykon publiku jashtë. E di që ka po publiku, situata me Albën, për kundra Zebila, asë nuk e kom vrarë trunin në atë aspekt, që të që tjetë